qëndrimet që i ka shprej zotri Hoti në letën e tij dhe ai mirë ka bërë që e ka hap debatin sepse nuk pajtohesh me qenë që prodhu disa. Tazom, nuk pajtohna me kërkesën për leadership 3. Kjo intereson për debat, për neve. Sepse menoj që ende Abdi Gjiku nuk e ka pas kohën e mjaftueshme për të etabluar tamam. Se sa duhet? Për shkak se 3 vjet i ka, 3 apo 4 i mori. Në 2 nuk është faji i gjithin, ndonë se edhe zotri Abdi Gjiku si kryetari i partisë dhe ai madje e tha publikisht se e merr përgjegjësinë për rezultatin e zgjedhjeve, por nuk është faji i tij për disa pretendime për manipulime që mund të jenë edhe të vërteta. Për shembull, për punën e diasporës. Edhe diaspora edhe brenda, sepse nuk janë manipulime. Vushtri, jo edhe në vushtri ato edhe PZAP-ja ose prokuroria në fakt e vërtetoj se ka pas disa manipulime të votave aty dhe për këtë unë mendoj se njerëzit që kanë bërë atë duhet me u dënu, duhet me dhënë përgjegjësi para ligjit, ata njerëz që drejt për drejt kanë qenë të kyçur, ata që i kanë porosit ose ne për hesapin e të cilëve janë bërë këto manipulime, po ashtu duhet me marrë edhe përgjegjësi politike nëse përgjegjësia penale nuk i prek ata. Sepse nuk menoj që ata komisioner e kanë bërë kokën veti. Dikush ose ju ka kërku atyre ose ju ka premtu diçka për t'i bërë këto shkel, që për mua janë shkelje ligjore dhe duhet patjetër me u dënu me ligj. Ajo çka, por është një dallim megjithatë i LDK-s sotme, masi kushtrimti e përmene që unë mund ta njoh LDK-n më herët, edhe asaj se çka po ndodh sot. Tazom, zotri Hoti flet për mungesë transparencës. Megjithatë është mbajt mbledhja e kryesisë edhe aty besoj se janë diskutu. Tash nuk e di për çfarë niveli të transparencës po flet. Kur kryesia është mbledh rregullisht dhe janë diskutu çështjet. Po merr edhe anën tjetër shqipe transparencë financiare për shkak. Ato nuk e di, prandaj unë detajet nuk i di. Për herë të parë unë mendoj asnjëherë LDK-ja ose kryesia e LDK-s nuk ka qenë më gjithë përfshirëse se sa tani. I ka mbi 40 anëtar të kryesisë. Dhe janë mundu me i akomodu nëse mund të them ashtu, pak a shumë gjitha ato fraksionet e pa legjitimume brenda LDK-s.